Turistët amerikanë po përgatiten për një verë të kushtueshme, duke i përshtatur pushimet e tyre në përputhje me rrethanat. Një artikull ky i botuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Gjatë 2 muajve të fundit, ekspertja e planifikimit të udhëtimeve Melanie Rodriguez ka pasur klientë të shumë që kanë anuluar udhëtimet për shkak të buxhetit të tyre të kufizuar. Ndoshta një udhëtim në Sicili është jashtëloje, por ka ende alternativa të tjera për të udhëtuar në Evropë, pa ndikuar në buxhetin tuaj, tha Kelly Grener, një agent udhëtimesh në Pittsburgh, në vend të Francës, Greqisë ose Italisë, të cilat do të jenë kryesisht të mbushura me turistë këtë verë fal vitit jubile, pa pësëri dhe popularitetit të qëndrueshëm. Planifikuesit e udhëtimeve po rekomandojnë pushime në vendet më pak të njohura të kontinentit. Ekspertët e udhëtimeve ju rekomandojnë 5 vende evropiane për pushime verore, të cilat janë më të përballueshme dhe nuk janë prekur ende nga turizmi masiv: Shqipëria, Polonia, Bullgaria, Slovenia dhe Gjermania. Shqipëria për një atmosferë të ngjashme me Kroacinë, Italinë ose Greqinë. Ekspertja e udhëtimeve Rodriguez ju rekomandon të kaloni pushimet verore në Shqipëri, ku çmimi mesatar i një dhome dyshe është $96 nata. Ju do të keni mundësinë të njihni dhe të përjetoni historinë mesjetare, të shijoni ushqimin mesdhetar, plazhet me vetëm 1/3 e kostos, tha Rodriguez. Mund të kaloni 7 net të plota në Shqipëri për më pak se $2000 për person. Shqipëria është në radarin e shumë turistëve amerikan. Vizitorët mund të zbulojnë plazhe me ujëra të kristalta, vijën bregdetare Manise, qytetet e gjalla dhe fshatrat idilike. Mos e humbisni qytetin e Shkodrës, ku mund të përjetoni momentin tuaj mbretëror në kështjell, ose dërmiun për një qëndrim të qetë në plazh.